Miq të Rreze Dielli, rruga na ka rënë në fshatin Peshtan të Fierit. Do takojmë çiftin e Shaban dhe Nazmie Tanushi. Ata kanë një sebeb, kanë 50 vite martesë dhe historinë e tyre edhe të jetës së tyre këtu në fshat dëshirojnë ta ndajnë me ne për të na treguar gjithë kalvarin dhe sfidat që ka shoqëruar në rrugtimin e tyre. Le të shkojmë bashkë. Hajde nëna. Urdhroni, mirë se erdhët. Mirë se ju gjej. Si jeni? Faleminderit. Mirë, si jeni juve? Si kalon? Me punë, me halle? Mirë, të gjitha mirë. Si keni qenë ju? Mirë fare. Çfarë po bëje tani? Ja, do zëja çik bukën, po pash juve dhe ta zëm pastaj. E zëm bashk? Po. Eja bisedojmë mirë, heja për Urdhroni, mirë se erdhët. Bashkëshorti? Po, bashkëshorti. Shabani. Po. Sa u bërë të bukur që paske? Gjithë hapësirë? Po, jetoni vetëm të dy? Vetëm. Si jeni? Mirë se ju gjeta. Si keni qenë? Mirë. U lodhët? Mirë se ju gjeta dhe Mirë një. kalove. Kjo është dhall? Dhall. Wow. Po E freskët. Dhall fshati. Shumë mirë. Me punë Super mirë. që nga. Faleminderit. Mirë se erdhë zonjë. Ai gëzuar. Nderuar. Faleminderit që erdhët. Mirë se ju gjeta. Mirë se ju gjeta. Këto janë mana? Super. Mana të mirë. Po i pam aty të obori. Po. Kemi edhe të zinj dhe të bardhë. Çfarë i bëni, keni mbledhur? Jo fare. Që në muaj prill deri në muajin e shkurt nuk pushoj pengët tek nere. Kam plot. Keni një obor dhe një super pamje këtu në shtëpi. Marrim mana fillin Darda që shi Plot, është sezoni. Fillin rrushin, nga rrushin fillon portokallet, nga portokallet fillon. Ju i keni të gjitha këto pemët frutore Po. këtu në oborin tuaj. I kemi tonat me këto miremi, i punojmë, i dhadisim. Jetoni vetëm në këtë shtëpi? Vetëm. Sa fëmijë keni? 5 gota, 2 çuna kemi. Ata jetojnë? Gotat janë të martuara në natyre. Çunat të larguar. Njërin në Greqi, njërin në Tiranë. Ndërsa ju jetoni këtu dhe punoni të dy Po. bashkë. Çfarë moshe keni? Unë jam 66 në bushin e qershor, ndërsa burri 59. Dhe sa vite 69. 69. Se e bara të ri. Më mirë, faleminderit. Më tregoni pak për jetën tuaj. Sa vite keni të martuar? 50. 50 vite. Po, Si 50. për vjetor? Si për vjetor kemi si vjet. Ah, do ta festoni? Po, jemi martuar në datën 17 shtator 1972. Po. Le të kujtojmë që të shkojmë shumë vite, zoti Shaban? Shumë vite mbrapa do kthehemi. Bëjmë një nostalgji të këndshme. I mbani mend ato momentet e para të njohjes Po tuaj? mbajmë. I mbani mend, Mbajmë. do ma tregoj historinë tuaj të dashurisë. Do ta tregoj unë. Një muhabet me ta tregu për që mua sot, mund të harroj. Muhabetet e asaj kohës, moshtre janë të regjistruara. Nuk harrohen Nuk letë. harrohen. Nuk harrohen. Ju i kujtoni shpeshherë ato momente të dy. Mi kam të kujtuara gjitha. Unë kam qenë shumë në ushtri, kam qenë telegrafist. Edhe e kam të regjistruar alfabetin në pseudonime, ta. Po më kujton ndonjë gjë nga ato pseudonimet me gërma? Për shembull, Maja, Tata, Ija, Titit, Leja, Tita, Titit. Në të kemë gjuar në për radio, japën kanë telegrafi. E kuptova. I kuaj Sa vite punua telegrafist? 3 vjet. Në jetë ushtarake. Në jetën ushtarake. Më pas jeni marrë me bujqësi, me punën në fshat? Pastaj me stana kam Jo. punuar. Jetën time kam kaluar me shpinë, me standa. Në gjeologi, me roman gjeologjike, povel, buqinit. Në mbatament hidrohidraulik, Skavic. Unë kam bërë posin 270 metra në Skavic kustit, para shikohet të bëhet. Në Krom, kam punuar në Badrë me Aneshit, para shkollën e mesme, teknikumën e mirave, pa shkull nga puna. Shkoja në shkollë deri në 90 darkës, edhe në 90 darkës, haja darkën, veshe domiloshe, qizme, si në atë kohë. Edhe shkonet që punonit. Dhe ja turni tret. Turni tret. E kuptoj. Po nëna, ju me çfarë jeni marrë? Po nana. Çfarë punë keni bërë apo në shtëpi, zonja që rritet isha fëmijë? nuse re unë. Po. Vitin e parë të martesës kishte, kur u martuam neve, kishte një vit ushtar, kishte edhe 2 të tjera. Edhe 2 të tjera. Po. Po ma trego pak si Edhe njohur unë ju të kam dy. nejt me nanën dhe me babajnë e burrit. E kuptova. Si jeni njohur ju të dy? Neve na ka njoh prindit.
Prindrit. Me lajmësi. Po, me lajmësi. Qa moshe? Gjagja i burrit me babajnë tim ishin shumë shok, ishin punuar bashkë. Edhe gjagja i këti i thot që unë dua një nusen aty, i thot babajt tim. Edhe a i thot gjagja i unë e kam të vogël djalin. Quni gjaje, se Demirin. është shoku i Demirit. Thot gjagja i kam qunin e vllajt, thot, edhe ma je për qunin e vllajt. Qa moshe? 16 u fejua, vitin tjetër u martua. Kupton, një vit ndaj një më fejuar. Se kisha parë fare burrin. Qa klase ishit në... Bara klasën e 8, pastaj... Pra në klasë të 8 ju jeni njohur. Ti nuk e njifje fare? Jo, fare. Që fatin të kemi. Ishte fati juaj. Që fatin të kemi. Qarë fati të kemi? Na njoftën prindit me lajmësi, neve u martuam, kaluam shumë mirë. Jo, më trego pak para se të martohesh, më trego pak të momentin kur ju jeni takuar për herë të parë me njëri tjetrin, kur e keni parë për herë të parë njëri tjetrin. Si ka qenë reagimi të dyve? E kujtoni? Për herë të parë vetëm atë natë që vajtanuse, se kisha parë fare unë. Thjesht të kishin thënë prindrit të kemi gjetur burr. Po. Ti ndëroje si do ishte ai burri? Unë shkova në një ekskursion në Peshkopi, me klasën, edhe doja ta takoja. Faktikisht, doja ta takoja se ishte ushtar, kishte ikur me shërbim burrel, nuk e takova do. Edhe një rast që ishte, nuk e takova. Nuk e takova. Po gjithsesi, gjatë kësaj periudhe ti e përfytyroje pak a shumë burrin tënd të arshëm, se ishe e vogël, 5.000-6.000 vjeç. Jo, fare, se kisha idenë se që është, jo. Ti ishe dije që kishe një burr, po nuk e dije që ai... Se si është, nuk e dije. Po ju, zoti Shaban? As kis më ka parë. Edhe kjo, e unë se kisha parë. Jo. Që parë gjajgjaj edhe unë se kisha parë. Vetëm që fatit, atë natë e kam parë, e kam njohur, e kam shijuar. Kur e ke shijuar, ka qenë nata e pare juaja kur u martuat, apo jo? Atë njëri që jemi njohur. Që ishte fejes martes. Vetëm atë natë. Fejes martes. Po. Të dija për njerës. E pëlqeva, goxha djalë, 2 metre burr. Po, shumë i mirë ishte, i urt, i sjellshëm. Qa të thaj për e të pare, mban mend? Më tha, si do ta kalojmë jetën, do të mësoj unë se jam ma i madh, do më dëgjosh mua. Kështu të thosh, Po, kam dhe 4 motra, do mi respektosh, kam dhe prindit do mi respektosh, edhe kaluam shumë mirë jetën. 15 vjetë ndenjëm në fshat. Po. Pastaj, erdhëm në Fier. Jeni zënë do njerë ju të dy? Kush ka qenë më toleranti gjatë këtyre 50 viteve? Jemi zënë, po ky nuk më ka qelluar kur. Me ka folur kështu, po jo për të me qelluar me plan kur. Nuk qelluar gruja. Ja. Absolutisht jo. Më vjen mirë që keni 50 vite kaq të lumtura me njëri tjetrin. Fëmia i parë ishte djalë apo vajzë? Ishte vajzë. Vajzë. Po. Vajza e parë më ka vdekur në moshën 2 muajsh. Po. Pastaj, për 2 vite tjera, kam lindur vajzën e madhe që kam tani. Lule Tanushi. Lule Tanushi. Më pas djemt dhe vajzat e tjera. Pastaj, i kam 4 vajzarat. Ke lindur 4 vajza, pastaj djemt. Kam vajzën e dytë Sofia, kam vajzën e tretë Evelina. Ke dhe nipër dhe mbesa, keni të dy nipër mbesa sa? 17. 17 nipër mbesa. Ti keni me jetë. Ju vinë shpesh këtu? Vinë. Blidhen, i organizoni këto festat? Po, shumë bukur. Kënaqemi. Po, më thoni pak për ditën tuaj, si fillon dhe si mbaron ajo? Çfarë punësh bëni këtu, kush punon më tepër? Unë ngrihemi në orën 6. Shkojmë poshtë te kuzhina, pim nga një gotë qumësh, pim kafen, edhe dalim. Unë dal andej na lopët, i mjeli, i pastroj, ndaj qushtin. Ndëgjoj, të them unë diçka. Prezion, Brezi punës, nuk e mendoni do që të rini gjithë ditën, do të punoni. Ai gjinje i specialaku. Që brezi punës, brezi ri, brezi shëtanit. Jo, më të mirë janë edhe brezi ri. Ndryshuar koha, Xhaxhi, ka ndryshuar koha, tani ka koha e teknologjisë, ju nuk e mendonin në ato kohë. Më pyeti se kaloni ditën. Ne ngrihemi, si të thash, pim qumësh, pim kafe, dalim. Në punë. Ky ka punët e veta me makinë bari, me kasëm, pastron pemët, dezetori. Ka punët e veta, unë kam punët e mia.
Pastaj në orën, pa mëngjesin. Qa hani për mëngjes zakonisht? Qa bëni? Gjërat e fshatit, Po, vezët, fshatit. qumshtin. Më shumë pun ka. Ta më shumë të vetë. Nga njëherë bëjmë makarona me Më gjallë. shumë pun ka. Po. Nga njëherë bëjmë makarona me gjallë, nga njëherë bëjmë vestës tjera me qumësh, si t'na vima kollaj. Po, Kështu me shëndet që në ki shumë mirë. po mirë. Edhe kështu bëjmë gjatë ditës, bukën e bëj vetë, kam qef ta bëj E vetë. ndjeni këtë vetmin, duke qenë se jeni vetëm, apo me ndjem gjithë punët që keni nuk... E ndjem shumë. E ndjeni. Po, Si e vrisni vetmin? Me shqyr punë? që është interneti, unë flas me fëmit, po thuaj 3-4 herë në ditë. Nuk i lera, I mërti apo të marrin ata? më shumë i marron. Më shumë i mërti. Ma teknologjia në fundën, shkojnë. Po, Para 20 vjetëve, shqyr zoti. para 20 vjetëve ishte polish dhe më thënë ka arritë shkojnë në Amerikë, që e flet dhe e shikon. Një po edhe shpejt jeni këtu tek ne. E shikon edhe flet me te. Pa tjetër me video A këtë vetë shkencë në fundën, a vetë fundi. Kjo është e mira e shkencës, apo jo? Ndryshe fëmijët nuk do t'i kishe parë ndonjëherë. Po, po, si të shkon dhe ndërmend kjo që të shikoj. Po ky fshati Peshtan, sa banor ka? Është fshat i madh. I madh. Po, janë radhë, më duket se janë mbi 10 peshtani. Peshtan sektor fillon, peshtani i vogël, peshtani kooperativ, peshtani Ju dasmë nuk e keni bërë këtu, e keni bërë në Bregas, Dibër, apo jo? në Dibër. U veshe me fustanin e Nuses. tradicional Po. të nuses. Më pas, Hipa në kal, në kal. në kal. Okej. Sa të kemi ne Më tregoni pak më shumë për dasmën. Më mbuluan fytyrën me një vello të bardhë, edhe në kal. Vllajën e kisha më të vogël, më merrte për krau, më i vogël na mua, ishte 2 vjet më i vogël. I bie qaj të ishte 14. Kupton? Edhe të shoqëroj si me vllai i shoqëroj, motrën. po. Ndërkohë që ti ishe vetë 15-16 vjeçare, apo jo? Edhe ishin ca nga të burrit, ca nga tanët, quheshin krushq edhe përcjellës. Ato që më nxorën unë në shtëpia përcjellës. Këto që të burrit që prisnin, krushq. Krushqit. Qartë. Mirë, drekën çfarë e ke bërë sot nëna? Për çfarë ke gatuar sot? Sot kam gatuar një byrek edhe 2 zoq. Po, Do na i tregosh? doja tregoj. Ja, merin që këti shikojmë pak edhe ne. Wow, apo të gjitha këto i hani ju? Po, Apo i keni bërë me qënë se erdhëm ne? po. Për nikun e respektojmë ne. Nikun duhet të respektuar. Edhe këto e keni me pulën tuaj, këtu? Po, Sa pula keni? 2 zoq. Këtu janë 2 zoq? Po. Okej, po sa pula keni në total? Kemi Një të ta. 20. Apo s'tregohet numri? Jo, tregon numri, kishim shumë, po na ngordhën si vjet. Me çfarë e ke bërë byreku nëna? E kam bërë me kosë dhe me vezë. Me kosë dhe me vezë të fshatit tuaj, të pulat tuaja. Sa pula ke? Po, kam 20 punë. 20 pula. Ndërsa ky është zog i pjekur. Po. Po lop keni? Kemi 2 lopë. Po. Edhe 2 viqa. Edhe 2 viça. Po. Po e kullosni lopën? Këtu Kemi do toka bëri plot. juaj. Kemi. Plot me bare keni Po, borin. plot. I kullosim, han loj lulesh. Të kënaqshëm. Po qumshtin e të dyja lopëve çfarë e bëni? E përdorni apo e shisni diku? Gjysmën e pin 2 viçat, gjysmën e shesim E sa e shisni kilen? një pagure. Litrin? Një pagure, Me 1 lisë kile ujë. gjysëm, Me lisë 1200 ujë. lek. 1200 Me lekë. lisë ujë. Po. Më i lirë se uji. Faktikisht është 1500, po neve kemi 1200. E keni më lirë juve. Bën gjalpin, djathin, besoj vetë të gjitha këto? Baj. Se ju 2 veta jeni, më pas edhe i ndihmoni fëmijët, besoj me bulmet. Sa ta Sa bën nevojë? rruga, sa bën Sta bën. Ti bulmetin që përgatisesh. qojmë, se është larg, po. Kur Kur vemi qojmë. qojmë. Kur vemi qojmë. Tani më duket se ka vajtur ora që ti të mjelësh lopën nëna, apo jo? Po. Ç'a do bësh më përpara? Se të morëm edhe pak kohë, ju keni edhe punë. Ç'a do bësh më përpara? Bukën apo do Jo, do shkosh te- bëm bukën njerë. Do bëjmë mirë bukën? Po. Hajde futemi brenda. Ndërkohë zoti Shaban ka punën e nga bari, do kor barin. Po. Kështu që një kamerë do shkoj të filmoj korjen e barit, një kamerë do shkoj te Dakor. tek buka. Merë dhe dilë këtu përpara. Okej. Hajde nanas bëjmë bukën ne.
Lërojmë që kujtë ngrohtë edhe mjellin pastaj të razojmë. Mjellin e kemi setur, është mjellin mirë. Tani, fillojmë bëjmë bukën. Punoj mirë derisa të shkëputet brumina dora. Pastaj e lëm një orë në këtë enën që është, e çojmë në tepsi, vjen prap gjysmë ore, pastaj e pjekim. Është e thjeshtë. Ja, u bë buka, u bë brumi. Do ta lëm gjysmë ore të vi, pastaj hedhim tepsi, vjen një çik aty, pastaj e pjekim. Kjo është puna e bukës. Ja, të laj duart dhe do vemi ande na bëjnë vezë pullat. Të shikojmë. Mirë. Ma bëj dhe njëra të si thrisje pullat? Kështu i frasun pullave. Kështu vinë ato? Po, vinë pas meje. Po, të dëgjojmë vetëm zërin tënë që vinë, apo edhe zotin Shabani? Jo, vinë? kur i ndjen Shabani nuk vinë shumë, pas meje vinë, se me mua janë mësuar çdo ditë. E ndin atë zërin tënë, të njojnë zërin. Po, njojnë zërin. Mirë, po çfarë ju odhe për të ngrënë? U dhe misër të bluar. Misër të bluar. Tjetër çfarë me çaj ushqen? Vetëm Apo me misër të me bluar, ushqimet që mbeten? me hime, me misër, pa bluar, këto gjëra. Po. Të shohim mirë sa vezë kanë bërë. Sa bëjnë për ditë? Sa vezë merr për ditë? Po marr 4, 5 deri në 10 kokë. Deri në 10. Po, se kaq pula ka. Kaq ke. Ja shohim aty brenda e ke atë Po, vendin që kanë. To do t'i marr një le që të bëjnë vezë nesër. Po. I thon afurrik. Këto tjera t'i marrim. Janë bërë shumë se dje si mora, ja. Ledhe aty një furrik. Këto. Ja i morëm edhe vezë, të ti numërim që kësa ke? 4, 8, 13, mirë? Edhe 2 i lam aty, 15. Ato i lam për furik, the ti. Po. Oke, qa i bën vezët? Vezët, u jap njerëzve. Nuk konsumojmë shumë vetë. Shumë vezë nuk konsumojmë neve, po i shesim, u jap njerëzve të mi. Me sa eshet kokrën? 200. 200, sa lirë? Po. Në Tiranë është 400 kokra. E di, po unë edhe që unë edhe vezët nuk i shes shtrejtë, se me vjen gjëna. Do vjen gjëna. Po. Mi qa do bëjmë pas vezëve? Ku do më qosh tani? Do shkojmë mjelim lopën. Do mjelim lopën? Hajde, hajde të shkojmë të mjelim lopën. Lop vëndi dhe ajo, Gjermania bën më shumë qumësh apo kjo e vëndi? Kjo ka 20 kile. 20 kile? Po. Qa thua? Po, kjo ka 15, kjo e vogla. 20 kile i merr asaj për Po, ditë? 20 kile i merr. Të marrë në qikë kovën tani? Po. Sile? A, mere kovën? Po. Ja, kështu. Dalte edhe këtë, që mos nga godasi. Sa herë i mirë lopët? I mirë 3 herë. 3 herë, mëngjes drektar? Po. Ju ke vënë kështu emër, apo? Qysh emër, matrikull kanë. Si i thret kësaj ti? Lara e madhe. Lara e madhe? Po, larë them vetëm, se s'kam qa them tjetër. To emra kanë. Të qëllojnë qikë se se ka vici. Ha, gja. Qëkëm këtë tjetër në mos, është ma e urtë kjo. Hajde, gja. Haj. Do ta provosh qikti? Haj. Ta provoj. Haj. Sa të vju të më gjuaj. Jo, nuk të dëgjuaj, se do ta fërkoj unë në qapa që mos të gjuaj ty. Okej. Nuk të nëzirë tani ajo, se i molla që parë se se dinja mu. Ja një sekundë se... Mos të trema. Edhe të zinëtore s'ka që.
Edhe po si nxore s'ka. Ja do ta provojmë tani. Oh my god. Ka. Ha, qa. Qa du t'i bëj unë kësaj tani? Shtry. Po. S'po del asnjë gjë, më njeh mua ndoshta që s'jam e shtëpis. Dalem. Dalem. Ua, shefti? E shefja? Ty të njeh. S'ka. Haj, kaq. Ja, ta provoj dhe njërë, se dua t'i nxjerr pak qumër. Po se nxjerr dot, se nuk e ka orarin tani, nuk të le. Lëre fare, lëre. E molëm dhe lopën. E molëm, si nëna. Ashtu, tu kemi Pas kemi barin, barin. që kemi gërmulluan për dimër. Kemi punuar 1 muaj, kemi bërë 500 balla. 500 të tilla. Po. Sa kilogram? Jemi lodhur shumë, nuk e di. 25 kg, 30 kg ka një ball. Po. Çfarë ushqim tjetër përveç barit, apo këto kanë ushqim? Jo, kemi jonë të njom, Po. korri, mu edhim dhe jonë të njom, o edhim hime, misë të bluar, hime gruri, na këto jonë që këto gjërë. Po. Të pëlqen kjo jeta e fshatit, punët që bëni për Me ditë? këtë punë jam marrën këtu. Po. Po, kështu me zonjat e tjera, me gratë e tjera, aj dalim njërë se kemi këtu të lopët. A takohesh me gratë e fshatit? Po, takohem. Shkoj në lagje, ushoj qumshtin, më respektojnë, i duar shumë të gjitha. Do njërën që ta përshëndesim? Do një që e kemë të veçantë, do ta përshëndesim? Mos më ngellet A, ty të tjerve, diplomate nëna. Po mirë. Ja dhe lopën e molëm, qa do bëjmë tani? Tani, Po ato mullaret e mbaja me barë. edhe ato, unë i kam vetë. Po gjithë të si përfaqe pas keni këtu? Po, kam në plot. Kam 32 lim tokë. 32 lëmë. Po. Aty kam pa mullari, unë e kam po deri në maj. Deri në maj Po, aty unë. ip se ipën ti të shkallët Po, aty? unë kam. Qa thua? Po, unë kam hip atje, sa bani ma jepte me cfur, unë e bëj atje, edhe kavaletën, edhe atë. Po, Gjithë ky barë, po. Vete kam ba mullarin. vetëm fare, po, Po. sa shumë. Sa shumë, ti mund t'i pësh aty pra të shkallët? Po, unë e kam ben muj. Ja. Ja të tregoj se si jam gjetur, sa bani me jepte me cfur, dhe unë... Ti ngjitesh aty. Bravo nëna, pa frikë. Ja. Ja, këtu e kam mbuluar, nga shiu, këtu kam qëndruar unë. Po, pastaj, kur bieshi e mbuloni me plasmas? Jo, kullon vetë tani, s'ka me, kjo ishte puna. Ka që ishte puna? Po. Këto tani barin e shfrytëzoni për dimër, apo jo? Po. E kuptoj. Mirë, zbresim tani, se të lodha. Jo, s'më lodhe fare, do të regoja se si kam bën mullarin. Shumë bukur, ma jep dorën mua. Jo, se bie vetë. Më thonë, e kore barin, sa shpesh e kore atë? 3 herë kur. 3 herë gjatë javës, besoj. Jo, në muaj. Në muaj, ajo prase. Po, ja. Por që ka një pamje spektakolare, shumë e bukur, ajri pastër, natyrë e qetë. Ambientatë, dhe këmë bërë me pemë, dhe këmë bërë me inventari. Baj me një vepër të ndërhoqës. Nuk jam komunit, po i kam të rritruar, kam Ajde të ecim pak ndërkohë që flasim, se bje dhe djeli. Thot, pema është bujare, toka është bujare. I krahason dhe pemën baras me tokën e bukës. Pema është gjanë, që t'jep oksigjen. Thith oksigjen pema dhe ndjet gaz karbonik. Po tani më thuaj pak, sa pemë ke këtu? Sa numërohen? Kam dardha, moll, mana, kumlla, hara, rush, që i bëj. Të gjitha veti punon? Portokale, mandarina, limona, gjitha. Qëri për një frutat, i shisni? I shesim, darat i shkujnë. Sa prodhoni? Po, 3-4 ndalë. Ja, si vjetë kanë mbajtë, vjetë. Shiko sa mirë të vitë, ja, si vjetë kanë mbajtë shumë një darda. Pas ka plot darda si vjetë? Si vjetë, ja gjitha atë momentin e ilashit. Kishtë një lloj ilashi në kone lullës, spëkatëshin. Unë kam mbjellë thjeshtë dhe... I përdor një vetë? I shesim i hame, bie për tokë. Po këtë si përfaqen të gjithën tuaj në keni, ë? Sa dënyrë keni këtu?
Kam 4 dyrim këtu, e 10 atje, 14 atje më tanë. Ato ja në vajtë ata më ndij, udhishtë është në pjellë. Që do, vetë muan të gjërotë. Ju vret më shumë vetëmia. Do marrin me veten gjë. Po gjithsesi. Do punojmë, 30 njëri do punoj. Cili është më i vjetri këtu në fshat? Çfarë moshe ka? Personi më i vjetër këtu në fshat? Çfarë moshe ka? Ka një kundër, tani kam vrarë unë. Jo, po ju jeni ri akoma, ju punoni. Ja, dhe. Sa banor ka fshati? 75 vjet, dhe 80 vjet. Sa banor ka fshati, Peshtan? Ka 2-3 mijë banor, po, fshati thellë. Po keni komshin, si keni marrëdhëniet me komshin? Mirë, janë modre grus. Modre grus, to. Ato poshtë janë 10 grus, jeni një trunë, një jarë. 8 grus në zjallë. Mirë, të falenderoj shumë, do shkojmë të zonja se është duke folur me fëmijët. Shkojmë aty afër, këtu pa marrën, tham dardhat, mollët, të gjitha pemët. Po, të gjitha pemët. Doni vesh dhe raki me rushin. Edhe tham njështë e mjestë, tham grua dhe shumë, bjenë këtë të krakite, një vetën topë në zemra. Nuk kam topë si zemra, po njëri ju është... Po, edhe nga lodhja, ndoshta nga sforcimi. Ja, vita pakën tu, po me njerë, u hapë në sytë. E ma doktorin e familjes, telefon, rindeva në shpirë pjerë. Doktorët është më tani e kam pas malkura kinë, tani e kam bekura kinë. Po pse? Po e tash kështu dhe shumë, të njeva dëpësi shumë madhe, e ca privat godë në rakinë. Po se e kishe tënden? Po, më shpite. E kishe rakin tënde? Ka nevoj njëriu për... Për një godë në javë, një godë në ditë, për shembu. E këtë kono, ka një një. Po kjo mani nuk mblidhet tani? Mani bardh? Tani mbarimës, për nej. Pati plot, pati për mi e amram edhe e lëshojnë tonë. Pati mana shumë pare. Çfarë bëni ju këtë? Çfarë e hanë vullet. S'kam kohën për ta shqitur, nuk kam me të lonë bari, edhe pjekja e bëjmë, edhe perimet. Njërën të pësh. Pari nuk kret, pari, koret, po të rritet, dhe ljash për rinjit. Ka veçorit edhe digjet. Okej. Pra bari duhet të rritet në një farë gjatësie që të ketë... E kuptoj. Edhe rrezik zjarri ka. Mos pastrimi i barit, digjet. Shikon sa bari është në fshat në një shrepse. Mbaron. Ka rënë ndonjëherë zjarr në fshatin tuaj? Jo, është shumë e habitshme. Qartë. Jeni më të kujdesshëm mbase. Më të kujdesshëm. Mirë. Zoti Shaban, të falenderoj shumë për mikpritjen, edhe ty nëna Nazmie. Faleminderit. Të na vini prap. Do vim prap. U kënaqja shumë sot me juve. Faleminderit. Të gjitha punët i bë. Faleminderit. Miru pafshim, punë të mbarë, qofshit të lumtur. Edhe ju t'jeni mirë me shëndet në rrath të parë, se këto punët kohë duan dhe fuqi dhe energji duan. I them miru pafshim të gjithëve, edhe do t'ju vi t'ju vizitoj përsëri. Të vish. Miru pafshim.